Apo mashtrohen të rinjt nga suplementet që premtojnë dobësim të shpejtë pa mundim? Mund të rastësisht ka dalë në zonë që ishin over 100 kg le të themi, dhe jetë të këshilla se si të mund të centrin kile brenda një muaji, me suplementet që e trajtojnë. Unë thoya që jo çdo gjë që shikon në rrjetet sociale do të jetë besueshme për ne sot e të jemi përgjithsisht. Flasim për produkte të cilat mendohet që humbje peshe, por në të vërtetë se sa janë rezultatet ose se si ndikojnë në organizmin e tyre, kjo lë shumë për të shëruar. Kështu që unë mendoj që çdo kush nëse se vendos për të humbur peshë, fillimisht të trajnojë organizmin e tij. Cila është arsyeja? Shkaktari për ta çuar në petë obezitet. Është vetëm ushqimi apo ka një histori genetike, ka përdorur kortizol, ka probleme me tiroiden, ka probleme me të themi përdorimin e kortizonikëve ose kortikosteroideve, pra është mund të jetë një person alergjik i cili përdor herë pas here kortizon ose ka një problem inflamator në organizëm ose dhe insomnia ka përdorur kortizon apo kortikosteroid. Pra, në fillim bën një anamnezë, sigurohet cili është shkaktu, për të përcaktuar pastaj eksaktësisht cila do të ishte cila më e mirë dhe më e shëndetshme për peshë në mënyrë të shëndetshme. Natyrisht ne sot do të që pilula pafund të cilat premtojnë humbjen e peshës, injektime pafund të cilat në trendin më i ri e kemi përsëri me problematika shumë të mëdha shëndetësore, pasoja afatgjatë në organizëm, pra të gjitha këto, të themi që janë indikues të një peshe jo të shëndetshme.